në kodin e procedurës është një procedurë të tillë. Një person i cili thot nuk e di gjuhën, duhet pyetjet t'ia japësh në shqip, ai të përgjigjet në shqip dhe t'i lexoj pra pjesa italisht dhe pjesa shqip. Pra duhet korrekte kjo dhe një kopje ta marri personi sepse është përgjegjësi e deklaratës së parë. Gjithsesi, nëse nuk respektojnë këto procedura, çdo proces deri në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Avokat Hasani, në vlerësimin tuaj, puna e SPAK ndaj grupeve kriminale, si e shihni duke nisur dhe nga mega operacioni fundit, 52 urdhër arreste, nga të cilat 42 të ekzekutuara, të dhënat tregojnë sipas hetimeve se grupi ka trafikuar kokainë, heroin, baza ishte në qytetin e Durrësit dhe nga aty drejtohej sipas SPAK e gjithë linja e trafikut, duke përdorur edhe platformën Sky dhe Encro, platforma të zbërthyera vitet e fundit nga autoritetet europiane, rrjedhimisht edhe tashmë autoritetet shqiptare SPAK disponon një pjesë të konsiderueshme ku është folur edhe shqip. Si e vlerësoni u punën e SPAK? Dëshirojmë vetë qësura posaçme antikorrupsion e krijuar në Shqipëri është ngritur për një qëllim për të luftuar krimin e organizuar dhe lidhjen e krimit me politikën në Shqipëri dhe vepra të rënda penale. Prandaj është miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë, ka qenë një kërkesë e Bashkimit Evropian dhe gjithë partnerëve ndërkombëtar dhe bashkëpunimi ka qenë shumë i ngushtë me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në këtë kontekst, me sa duket ka qenë një mega operacion ndërkombëtar ku janë përfshirë disa vende dhe ka për 7 milion pound me vlerë, 7 milion euro me vlerë drogë dhe 4 milion e gjys euro cash para platët, më është absolutisht një mega operacion dhe sukses i antimafjas italiane në parë dhe në dytë i bashkëpunimit të ngushtë me strukturën e posaçme antikorrupsion në Shqipëri dhe SPAK është një institucion i besueshëm në përgjithësi dhe shqiptarët dhe ky operacion tregon një vendosmëri të këtij institucioni për të luftuar krimin e organizuar dhe unë e përshëndes dhe i përgëzoj të gjithë prokurorët dhe policët që janë përfshirë në këtë operacion që shpresoj që jetë i vazhdueshëm sepse krimi i tillë i mafjes shqiptare që për sa përket drogës dhe shtrirjes së rrjetit të kriminalëve shqiptar në trafikimin e drogës është në shumë vende. Dhe jo pa qëllim, Britania në disa raste ka insistuar që bandat kriminale edhe në Britani janë fuqizuar dhe mirë organizuar dhe ky operacion i shërben padyshim këtij profili që elementet kriminale të cilët bëjnë vepra kaq të rënda të zbulohen fal përvojës, eksperiencës dhe teknologjisë. Janë të dyshuar në këtë fazë. Mbetet për të parë nëse do të jenë aftësitë provuese të strukturës së posaçme dhe a do të cilësohen fakte dhe prova ato që disponon tashmë akuza në momentin që do të bëhet shqyrtimi gjyqësor. Gjithsesi, u bë me dije që përveç personazheve të botës së krimit janë përfshirë edhe efektiv të policisë, referojmë gjithmonë deklaratës së SPAK, po ashtu zyrtar, madje edhe personazhe të lidhur me figurat të larta politike. Ky operacion vjen vetëm pak ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme të 11 maj, të shumë të kontestuara nga kryedemokrati Berisha si zgjedhjet më të manipuluara ndonjëherë në histori. Në fakt në Shqipëri thuajse asnjëherë pala humb se nuk e njeh procesin zgjedhor i cilëson të manipuluar, por kjo është maskarada më e madhe, thot Berisha, që ka ndodhur ndonjëherë. Si e shihni zhvillimin e këtij operacioni vetëm pak ditë pas zgjedhjeve të përgjithshme? Faktikisht veprimet të tilla, operacionet të tilla janë tërësisht në dorën e SPAK dhe prokurorët antimafjas në Itali dhe koha e zhvillimit të këtij operacioni është absolutisht në dorën e tyre, por unë do të kisha thënë se kam parë në emisione të tjera që SPAK ka qenë dieni të veprimeve të këtij aktiviteti dhe vendimeve të prokurorëve të antimafjas që nga shkurti dhe nuk ka vepruar deri tani pas zgjedhjeve, është faktikisht lëpër të dëshiruar nëse ka ndodhur një gjë tillë. Neglizhencë, angazhim, mendoni me dosje të tjera ose ndoshta edhe me procesin zgjedhor, me krimet elektorale, përpjekjet për parandalimin e tyre? Kuptoj, SPAK nuk duhet të lejë vend. Zoti Dumani ka thënë qartë në intervistë televizive se kur të flej krimi, do flenë edhe ata. Nëse ka zhvillohen zgjedhjet në Shqipëri dhe ka krim, ata do të kishin qenë aty. Dhe për ta gjithë ky arsenal parësh kesh, të cilat që akullonin në Shqipëri, padyshim nuk është e paraja që në Shqipëri ky arsenal
i mall i pasurisë të vënë nëpërmjet krimit dhe bashkëpunimit të tyre me elementin e politik, nuk është e para që vjet në dispozicion në favor të zgjedhjeve, por nëse SPAK kishte ndërhyrë para zgjedhjeve, unë besoj të kishte qenë një operacion më i besueshëm në qytetarët shqiptar, por ky operacion vënë i pyetje një gjë që ku kanë shkuar gjithë të para, si ka funksionuar dhe çfarë lidhjes ka pasur me politikën shqiptare, dhe besoj dhe shpresoj që antimafia italiane dhe SPAK, struktura posaçme antikorrupsion në Shqipëri, të shkojnë deri në fund lidhjeve të politikës me grupet e organizuara kriminale, të cilët investojnë në politikë dhe politikanët në mënyrë që të nxjerrin në parlament ose në drejtimin e politikës shqiptare njerëz të preferuar të tyre, në mënyrë që agjenda e tyre kriminale të zgjerohet dhe përfitimet të rriten duke përdorur figura publike, politikanë dhe deputet ose përfaqësues të pozitës në Shqipëri ose në vende të tjera. Por për sa i përket kontestimit të zgjedhjeve, ajo është një temë tjetër. Në Shqipëri nuk ka asnjëherë që nuk kontestohet zgjedhjes. Zoti Berisha thotë që ka qenë megavjellje, por në fakt ka qenë pushtet. Ka paraqitur gjatë ditës së sotme Berisha avokatët e disa pamje filmike, do t'i transmetojmë vetëm pas pak edhe komunikimin, deklaratën e tij sot për mediat. Na bashkohet në këtë moment edhe eksperti për çështjet e sigurisë Fation Softa. Zoti Softa, përshëndetje. Përshëndetje. Diskutuam edhe më herët në fakt që në nisje të programit, me mua në studio është edhe avokati Edmond Petra, i ngriti shumë pikpyetje për mënyrën se si është zhvilluar ky operacion, duke ishur paralele edhe me raste të tjera kur në fakt kanë rezultuar fluska. Si e pat ju këtë mega operacion të lançuar si të tillë, prokurori i përgjithshëm italian, prokurori i SPAK, i institucionit më të rëndësishëm të akuzës në Shqipëri për krime të tilla, në një deklaratë 52 urdhër arreste, 42 të ekzekutuara, një linjë trafiku përtej 2 shteteve, Shqipërisë dhe Italisë. Prokuroria italiane ose antimafia italiane vinte sigurisht me një punë të mirë të organizuar dhe të bërë ndër vite. Pra nuk është një hetim i marrë për një periudhë shkurtër, por është për një afat të gjatë kohë, ku fillon dhe daton diku nga dhjetori 2021. Pastaj në 2022 kemi ngritjen e procedurave dhe fillimin e mbledhjes së fakteve, ku sipas prokurorit përfshiheshin serverat të cilët kanë ndihmuar në zbërthimin e komunikimeve të tyre, pastaj janë metodat dhe teknikat që ata përdorin, plus pastaj dhe ata që quhen bashkëpunëtor, si në Shqipëri ashtu dhe në Itali, të cilët ndihmuan dhe me deklaratat e tyre, ndërthurje këtyre deklarimeve dhe fakteve, plotëson një dosje që fillon dhe bëhet gati për të bërë këtë operacion. Nga ato dhënat që ne kemi lexuar, ky operacion duhet të ishte diku në shkurt të 2025-s, por me sa duket, sipas deklaratave që ato kanë. Po, mos kryerjes pikërisht në shkurt. Atëre unë mendoj që ka qenë procesi zgjedhor, mund të jetë kërkuar nga palët shqiptare që të mos ketë interferencë në proces zgjedhor, sepse do të përdore apo do të interpretojë dhe aq më tepër që vetë struktura posaçme bashkë me ato që përbëri task force-ën, do të merreshin, do të fillonin angazhimet e tyre që merreshin me fushatën. Po për cilën ndoshta mund të ketë pasur jo efekte, po dhe mund të ketë pasur efekte për faktin që kemi të ndaluar mbi bazën e fletë arresteve, po dhe persona të tjerë të cilët nuk arritën të ndalohen dhe ndoshta sot janë në kërkim. Nëse gjatë kësaj kohe, dhe besoj se gjatë kësaj kohe, kanë vazhduar të jenë deri në momentin e arrestimit personat të mbajtur në vëzhgim apo në kontroll dhe në përgjim, dhe ndoshta fakte të reja mund të shtohen nëse ata janë përfshirë ose mund të jenë përfshirë në procesin zgjedhor, që ka qenë dhe subjekt grupet dhe personat me shkallë të lartë rrezikshmërie, përfshirë dhe dursin, se një nga zonat më të rrezikshme dhe me histori të ndërhyrjes në procesin zgjedhore, që mund të japi informacion nëse janë përfshirë dhe nëse janë përfshirë lidhjet apo jo me politikën, apo me individ të cilët kanë funksionuar publike. Kjo kundërshtua në fakt gjatë deklaratës për shtyp, gjatë komunikimit me mediat. Sigurisht që përgjigjet do jenë gjithmonë diplomatike, është krejt normale që diplomacia funksionon edhe në sistemin e prokurorisë, ku përgjigjet ishin që ne dakorsuam një datë të mundshme që duhet të ndërvepronin së bashku për